pos që është një organizator i mirë, ai edhe din që popullatën, apo me një fjalë tjetër, të ngrit moralin e popullatës, moralin e ushtarëve, dhe që të jetë prej atyre i cili ndikon që popullata mos të shpërngullet nga Slupçani në moment të fillimit të luftës. Ai ka dhënë atë nxitjen, do thotë, morale, që ky popull do thotë duhet të mbrojt ato drejtat e veta. Edhe këtë punë do thotë e ka bën edhe me fshatin e vet. Do thotë për atë arsye se çdo kund ku u nis ke lufta, njerëzit e braktisnin shtëpitë e pasuninë e krejt. Ndërsa ai nuk e pat braktis shtëpinë e vet. Po leçi nuk e pat braktis shtëpinë e vet, edhe fshatarët ju pa thonë kupton ju nuk keni çka e shloni vendin. Siç e kishte lidhur gjithnjë fjalën me veprën. Edhe këtë radhë, ai duhet të ishte dhe ishte në fakt, bashkë me familjen e tij, me popullin e tij, pa bërë asnjë dallim mes tyre. Ai familjen e vet më duket nuk e ka pas për gajle. Nuk ka pas për dert. Unë plagosam nga një granat e ushtrisë maqedonase. I bëra telefon, në momentin që i tregova se jam plagosur, unë i prit që reagimet e tij që të më ngushëllonte, domethënë për rastin, ndërsa ai më tha, po ani çka? Edhe ushtarët, ka edhe ushtarë tjerë që janë plagosur, janë vrarë, faktikisht nuk është asgjë kjo, duhet të vazhdosh prapë. Dhe po ky Mulla Jakub, që u përfshi në luftë në krye të saj, duke mos habitur askënd, por duke fituar admirimin dhe respektin e gjithkujt, dinte të bënte edhe paqen. Ti kontribuonte asaj në të gjitha mënyrat. Ai paqtonte zemrat dhe si bartës i vlerave të larta islame, pajtonte edhe njerëzit. Kështu në trevat shqiptare të Maqedonisë, ai bëhet edhe prijes në pajtimin e gjaqeve. Mulla Jakupi ka pas gjitha vlerat. Qofse lufta ka qenë me vlerë, Mulla Jakupi aty o gjindë. Kur ka qenë do një pajtesë, do diçka që o dash me gjindë, Mulla Jakupi aty o gjindë. Sepse na jemi një popull, na jemi një brum, një dritë, na jemi një dritë, një kabull, na jemi një tel, na jemi një shteker, kejt, na jemi 200 lloj çëshit, na jemi kejt 1000 volt. S'kemi më pak na. Për atë na ja thojmë janë qetri që ta bajmë, ta dim me bajt dertin. Tër energjinë e vet që ka pas e ka dhënë për me arrit deri te një sukses i mirë për pajtimin e gjaqit. Por njeriu do thotë është në hasmi. Çfarë mendoj do thotë, a fol fjalë të mira apo fjalë të liga? Fol fjalë të liga. Edhe ai ka qenë do thotë një njeri i tillë që nëse e kanë dëgjuar një fjalë të ligë pi dikujna, ka ditë në thith në vete. Edhe ata më korr mos me çit kërkon. Ndërsa kur ka shku nga ana tjetër atje, do thotë këton ata për ju nuk kishin mendim të mirë e kështu. Ashtu që këta i shtinte apo këton mi ardh turp se pse janë në hasmin e palën tjetër. I bindur se ringjallja e historisë shqiptare, se të përcjellurit e islamit dhe vlerave të kësaj feje, kërkonte mendje të hapur, të kthjellët dhe një shpirt energjik. Hoxha Jakupi u përqendrua maksimalisht tek rinia. Në ligjëratat e tij ai arriti të përmbyste idenë mbrapsht të ardhur po nga një traditë mbrapsht, se feja e xhamia është për të shtyrët në moshë, pra për pleqt dhe të moshuarit. Sepse muslimanët për ka namazi ju të ditë janë të ndarë në grupe, Unë ju thas të gjithëve që të bëheni një grupë për ka namazi. Këto janë grupët namazgjit, xhumaxhit, baramxhit, ramazanxhit edhe baramxhit. Këto janë grupët e njerëzve muslimanë që falin namazin sot. Namazgjit të përditshmit, xhumaxhit të përjapshmit, ramazanxhit të përvjetshmit, baramxhit dy herë në vjet. Kështu, të gjithë të bëheni me një grupë, të jeni të safit të namazit 5 herë në ditë. Kështu Allahu e dënë prej kësaj rinie. Kështu e dënë Muhamedi prej kësaj rinie. Vëllmo, prej shtulit kur të dilni librat në mësezë të xhamia pashtë, ta falni vaktin librat në vetkande. Ti bllokoni, ti mushni xhamit kur dilni prej utës, ti bllokoni xhamit në Tetov, se cilla xhami tjetë mushur në xhamteri masi moment u fal, librat e Universitetit të Shkencave dhe gjuhët e huaja në vetkande. Atëherë jeni ajo rinia që na budojmë, më u thanë. Unë ju thras në emrin e Allahut, edhe në emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ti vizitoni gjitha universitetet në botë, në emrin e Allahut dhe të pejgamberit, por në universitetet e botës rrugën mos ta humbni. Këto mos e mashtrojnë epshët e kësaj bote të dominojnë mbi ju. Të dashur, trazohuni ju të dashur, të respektuar, trazohuni në kamp, qohuni sepse ju jeni armatura e shtyllës ndërtesës së gjuhit unë islam. Nëse ju jeni të shtrembë ndërtesa e islamit e shtrembët,
Xhamati Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam kanë qenë të rinj. Të rinjt e kanë barën e universitetit, barën e mësimeve, barën e studimit, barën e ndërtimeve, barën e zhvillimit, barën e demonstratave, barën e luftave, barën e istikamit, barën e qëndresës, barën e kalas, barën e isarit madh, barën e isarit vogël. Këto të rinjt i kanë këto bara. Ples janë projektive të liruar. Pra kësi kalibri, duhet të ngjalleni. A i kërkonte pra një rini të fortë, të arsimuar, të ditur, kurajoze, të qëndrueshme në fe, që frymëzimin ta merrte tek shembujt më të lartë të profetëve të Zotit. Hoxha më shumë ka qenë i folë për një nxjerrje tjetër prej situatave të vështira. Unë personalisht kam pas atë vështirësi. Kam pas një stres, një angst, një problem. Edhe që një lejtë në Gjermani, thamë, ja ka zoj gjendin që kam. Po, s'mën e ditë, edhe s'mën me përshkujt se çfarë letre më ka këthi. Para në ditë një punë që të njësme të përve sukses. Thot, këthej, tha, historijës Musës të këshire, kur i ka ndihmu Zotit, tha. Në momentit ta kur e ka pas detin për para, zgjidhje s'ka, mbrapa faraonin, zgjidhje s'ka. Edhe atëherë se ka ditë Musa se Zoti do t'i ndihmojë, po ka qëndruar në udhën e vet. Tek në sekondin e fundit ose në çastin e fundit i ka thënë, ai dhave tha tuat krejt, për shumë për shkruan për Musa, thotë i ka thënë Zoti, ka kështu në atë kuptimor, apo ne, thotë ai dhave për vetë të gjitha, e harxove tonën këtë energjinë tonë, po tash vjen në shprehje. Edhe do të dëshmojsh për tonën. Ti duhet ta hipësh tonën deri në maksimum. Masane unë e qeli edhe detin për tije. Ishte një person i veçantë i cili na frymëzoi, na udhëzoi në këtë fe, i cili na bindi me do fjalë mjaft bindësës i rinisit, edhe na frymëzoi në atë frymën e Islamit, në atë frymën që t'i takojmë në xhami. Na ka inspiruar që të mendojmë për shumë çështje, jo vetëm për ato punë të thjeshta, megjithëse nuk ka gjëra të thjeshta në Islam, po ka fjalën jetën shoqërore ta organizojmë, po edhe politike. Ju a doni me shpëtu? Ju i keni 3 rrugë. Këto 3 rrugë ju shpëtojnë juve. Njënja ka emrin rruga e besimit, njënja ka emrin rruga e arsimit, njënja ka emrin rruga e veprimit. Ju nëse i kombinoni këto, ju jeni ata që duhet të jeni. Nëse i thani këto 3 sende marrut, ju s'jeni kurkush. Temperamenti shpërthyes i Hoxhës dhe humori i hollë që e shoqëronte në çdo tendosje gjatë ligjerimeve ishte gjithashtu pjesë e unikalitetit të tij të thirrjes. Haxhi Jakubit ishte një veçori tjetër, shumë të habitshme dhe që mund të më dallosh me akoma, kishte një sens humor shumë të hollë dhe shumë të bukur. Ligjëratën e fundit që kemi patër në sallën e madhe të sportive në Mitrovic, ishim afër ulur dhe me thot kështu. Thot, ma mirë ti del fol para meje, se kur dal une, ty s'ngon ma kush. Duhet them, këtë thoshte nga modestia, nga afërsia që keshim me zvete. Ajo gruaja me nam, ajo gruaja. Ajo gruaja e cila e hek një tesh prej trupit sot, edhe atë prej trupit të vet, e hek një tesh të vogël, fort të vogël, e shet $200,000. Për ndër të Zotit. Me i hekun e që do këpullës të mija që i kam që 4 vjetë. Se i kam që... Sa mi blenë dikush atë këta? Mi qitë në pazar, mi qitë. Njeni donë që të vjen njoni prej vorave të tregon se si kësjash në va. Si të vjen njoni prej vora, pas taj korrupturën këtë shqiptarë, sepse japin pare me ardhe dhe jot, vlavi jot. Korrupturën banë, helat, Allahu korrupcionin e ka malku, e ka eliminu prej njërë në shkajtë musliman. Së mundu t'jo punë kështu. Ju të dashur pra. Ky Hoxh pra, bashkë me mjeshtrinë e ligjerimit, barte edhe cilësi të tjera të domosdoshme dhe të natyrshme gjithashtu për dimensionin e tij, si modestin, bujarin e të punuarit për hir të Allahut. Ka qenë bujar i madh, ka qenë njeri shumë i mirë, ka qenë shumë i qiltër. Ishte trim, ishte i drejtë. Dhe mbi të gjitha që dominonte në trupin e tij, ishte një cilësi të cilën duhet ta përmbajë çdo kush, e për fat nuk e kanë të gjithë. Ajo ishte modestia. Kur ai nuk ka bën muhabet
2